ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Të nderuar xhamat, jemi në vazhdën e mësimeve të cilat i ka grumbulluar Imam Buhariu nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, udhëzime profetike, udhëzime ditore, udhëzime se si duhet të formohet dhe duhet të brumoset një musliman i mirë. Në vazhdën e haditheve, për shkak se njeriu rrethohet me botën e shtazëve, me botën e kafshëve. Allahu xhallahu ala i ka ndarë kafshët në të egra dhe të buta. Për tyre ushqehemi e për tyre ka edhe që nuk ushqehemi, sikur që janë kafshët e ndaluara. Andaj nga mesi i kafshëve të lejuara, Allahu subhanahu wa taala disa i ka begatuar më shumë se disa të tjera. Edhe në këtë varg hadithësh ka sjell fjalë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj njëra prej kafshëve që Allahu xhelala i ka dhënë begati, edhe i ka dhënë bereqet, janë edhe delët. Edhe delët. Mu për këtë arsye, për shkak se ne nuk jemi njerëz të cilët drejt për drejt kemi kontakt me delët, apo nuk jemi njerëz të cilët rrisim edhe kullosim apo edhe merremi me dele. Mirë, po ne i shfrytëzojmë ato. Ne u shfrytëzojmë atyre qumshtit, u shfrytëzojmë atyre mishin, u shfrytëzojmë atyre lëkurën. Na jemi konsumatorë të tyre, edhe nëse nuk jemi të drejt për drejt. Andaj besimtarë, nëse thot dikush, unë jetoj në qytet, çka më përket mua hadithi i deleve, të përket se mishin e ha. Shumicat e ushqimeve bëhen mbi tyre. Shumicat e pijeve të qumshtit bëhen mbi tyre, e djathtat e kështu me radhë. Andaj besimtari duhet me ditë begatinë e Allahut subhanahu wa taala. Mu për këtë hadith, mu për këtë arsye, hadithin e parë që e ka sjellë Imam Buhariu, i cili është hadithi e Abu Hurairës, i cili Abu Huraira ka qenë fukara në fillimin e Islamit, e pastaj Allah e ka bëu të pasur, edhe e ka begatue sa herë që e ka shtruar sofrën, edhe ka hangur bukë. Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë alhamdulillahi alladhi ashba'na bil khubz. Alhamdulillah, shiqir Allah, falëndërimet janë veç për Allahun, i cili na ka ngop me bukë. Na ka ngop me bukë, të nderuar xhamat. Sa herë ditë hajna, sa shumë hajna dhe sa Allahu sa na ka dhënë begati në sofrat e muslimanëve. A jemi në çat nivel falëndërues? A falënderon ti sa e ki laramanin e sofrës? Apo me gjimzgoje thu alhamdulillah? A man sofër ki laramani? Në sofër ki çka dush pit mirave të Zotit subhanahu wa taala. Andaj kujtoje se ka mundsinë ditë s'ke pas. E nëse ke pas ti s'ka pas babajot, e ose ndikush familje ka pas mundësi më kanë fukara. Çka tha Abu Huraira? Elhamdulillah o Zot se jam kanë fukara i madh, pa Allah më ka mundsu më ngop me buk. Andaj nëse nuk merresh drejt për drejt me një botë të kafshëve, mos harro se ti je konsumatori atyne. Andaj thë elhamdulillah. E pastaj ka thënë një varg hadithe të tjera për ta zbuluar dhe për ta zbërthyer çka i bie bereqet. Muslimanët e nderuar xhamat nuk duhet ta kërkon veç pasurinë, por duhet ta kërkon bereqetin. Andaj ka thënë hadithin ku pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë njëra prej sahabeshave, ka thënë ittakhidhi ghanaman, marr ruj edhe kujdesu për dele, se Allahu në to ka dhënë bereqet. Allahu xhelal në to ka dhënë bereqet. Dhe prej bereqetave të tyre cila është se Allahu xhelal ka legjitimuar therrën e kurbanit me to. Kur pren kurban për Bajram e pren me to. Kur pren kurban në hax pren me to. Kur pren kurban se të ka lindë vlat therr me to. Shikoj që të këtë begati Allahu xhelal ka dhënë. Kur ha mish han me prej tyre. Kur merr çumsh merr prej tyre. Kur merr lëkur merr prej tyre. Kur ndërtojnë njerëzit gjëra prej leshrave të ndryshëm dhe të pikave të ndryshëm i marrin prej tyre. Këtë këto e ka vendosur Allahu subhanahu wa taala tek delja. Andaj çka i tha mësa, merr delet, ruaj delet, se Allahu jep bereqet.
Pastaj ka sjellë një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se një ditë për ditëve para pejgamberit alaihi salatu wassalam, sikur që transmeton Abdet ibn Hazm, thot ishin në pranit pejgamberit alaihi salatu wassalam disa njerëz të cilët kishin deve e disa kishin dele. Dhe fillun me bë muhabet, e muhabeti shkoi në krenari. Edhe than banorët ata shka kishin deve, than na jena më të mirë se na kena deve. Sikur që ndodhe sot për mesin e muslimanëve kur i shtin kerra, thot po leve çfarë keri paske, ky sa kerr mas pare. E shtihen me gjëra të ndryshme, apo telefona, apo shtëpi, apo grehina, apo pallat, apo çka do kof. Fillon kohën e pejgamberit ata s'kan bos kerra, mushtim me kerra. Kan thonë këto çka kanë bos deve, se janë më të mëdha, ka thonë po levet ju mirëni me dele. Dhe kanë ndërhyjnë mes pejgamberit alayhis salam. Edhe e kanë dhënë meselën. Ka thonë bu'itha Musa alayhi salatu wassalam wa huwa ra'il ghanam. Ka thonë ata ndajna, a ndajmë me shpallje. Kush është më mirë? A këto që kanë deve, a këto që kanë dele? Ka thonë Allahu e ka dërguar Musën pejgamber duke u kanë kujdestar i deleve. Allahu e ka dërguar Davudin alayhi salatu wassalam pejgamber duke u kanë kujdestar i deleve. Dhe Allahu më ka dërguar mua pejgamber e unë i kumrujt delet për familjarët e minë në Mekke, në Egjat. E ka prej meselën pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në mesin e krenarive, a devja ka thonë delja. Dhe pastaj ka thonë alayhi salatu wassalam, s'ka dërguar Allahu një pejgamber vetë se para asaj e ka bërë mu kujdes për delet. Për çfarë arsye? Që ta trajton, që ta kalit, që ta gdhen, ta bën gati për me udhëheq me njerëzit, që të jetë i qetë, që të ketë karakter të fortë, që të jetë i brumos të mirë për mesazhin çka e pret. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka dhënë përparësi këtyre që ruajnë dele para atyre që ruajnë deve. Për çfarë arsye? Se Allahu ka shlu bereqet. Gjithmonë pejgamberi sallam i ka dhënë përparësi atyre që kanë qenë më modest, më thjesht. Dhe një meselë tjetër që e kanë nxjerrë dietar tek hadith, e cila të nderuar xhamat, në çdo polemik, në çdo debat, në çdo diskutim, në çdo mosmarrveshje, në çdo pikpamje të ndryshme divergjencë, ai thot kështu, ki thot kështu. Kush do të më prej? Kush do të më da? E unë e teja? Jo, ti ki menën tonë, unë kam menën time. Ti ki pikpamjet e tua, unë kam pikpamjet e mia. Nëse spajtohen, kush i dal? Kush i dal? I don Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Andaj nuk thanë më ato valla, alauna po menona si dever, jo, u krije, e prejti ati të cilit nuk i kthehet llafi. Andaj mësoju në këtë ato mosmarrveshje që ai ki me dikan, apo ato fërkimet që ai ki me dikan, qof ideore, qof mendore, qof çfarë do kohë, dhe muhabet mazdarke që themi ne, mësoju kur ki polemik me thon, a mos ka fol këtë punë Muhamedi alayhis salam, çka ka prej ai? Kur ta ketë prej ai, mos vazhdon ata ona. Mos vazhdo. Bana edukat të jetës tane, bana karakter të jetës tane. Let prej hadithi Muhammedit alayhi salatu wassalam, let jetë vula e muhabetit Muhammedit alayhi salatu wassalam. E jo me thonë valla unë e dije. Ku e di? Ja sahabët ishin aty pranishëm. Çka tha? Tha, ka dalë që ka zojone. Këtë pejgamber kanë ujdele. A ka muhabet mas kësajna mo? A ka muhabet mas kësajna? Musa alayhi salam kura ka taku me Allahu subhanahu wa ta'ala, a ka të ujdele. I ka thonë Rabbul Alamini, wa ma tilke bi yaminik. Ja Musa, o Musa, çka e ki këtë shkop në dorë? Qep, se i të mojë shkopin. Allah ja ka përmen shkopin. Ka thonë, o Zot, dhe kemi përmena një mujë Ramazan, Musa në lejë sëllatë isam, ka thonë, o Zot, kam dele une, i kam dele të mija. Shkopin nga meri Allah si ka arë mare. Apo, tërko që njënit për neve, për shemull, i vjen marë, to po ma harë, to ples, kanë ditë kur gjo. Që kanë ditë, ti shka di? Qka s'pas kanë ditë ato që ti di? Pse? Pse ata kanë pas një trajtim ndryshe, ma natyrshëm, mangat natyrës, mangat botës e cila s'është e komplikume, përse ta ti, pse na jetojna në qytet, e zojna vetën të mëdhej, e zojna vetën të lartë, jo të ndërruar gjëmat. Të Allahu subhanahu wa ta'ala lartësia nuk merët a jeton në qytet, a jeton në fshat, a jeton në bedu, në shkretin, po merët me takvallok të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebu Gjehli akon i qitetit, akon qafir. Ebu Gjehli akon i qitetit, akon pabesimtar. Kanë arë njerëzit për shkretinave i kanë besu Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nuk është ku jeton, po me çka jeton, se si jeton, se si ki lidhet me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ata da pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith se krenaria dhe lartësia është e banorët e deveve dhe banorët e kuajve dhe përdoruesit e tyre, ndërkohë që qetësia është e ata të cilët i ruajnë delet. Dhe tjetra të ndëruar xhamat,
është hadithi i Abbasit. A e ka krahasu qenin me delën. Allahu jep bereqet delës, ka si jep as afër nuk i afrohet qeni. E kjo neve çka na mëson? Të kërkojmë bereqet. Mos kërkojmë veç holla, mos kërkojmë veç numra. Jetojmë në kohën e numrave. Koha bota e numrave. Bota ku digitalizohet gjithçka. Kit me dugme, kit me pulla. Ama ku po jetë shpirti? Ku po jetë shpirti? Ulën 4 veta në tavolin, asnjëri s'fol me tjetrin në rrin telefon. Edhe na kujtojnë që na tu jetuar. Hi njëri në shtëpi vet si rrihet. Apo, hri, ky në telefon, shoqja vet në telefon, fëmijë në telefon, e thot u kënaqëm. Ç'ka kjo kënaqësia? Ç'ka duket i kënaqësia? Ku njëri mesin e çesaj, kit komplet. Ku njëri, ku harmonia, ku bereqeti. Andaj të ndëruar xhamat, le ta kërkojmë bereqetin. Çka tha Ibn Abbasi? Merr në shembullin e deleve dhe qenit. Allahu xhelalu ala qenit ja ka mundsue me i lin 7-8 qen për një herë. Edhe prap qen ka më pak. Kjo është kur ti merr shumë po s'ki bereqet. Edhe delja lind një ka më shumë. Edhe pse therrat për tyne. Andaj ti sheni njëri harxhon pasurinë, edhe ka më pak, edhe jesin. Edhe njëri thot, po ku të pan me të beti që ta? Ki merr tjetri më shumë, edhe harxhon më pak pitutës, se s'ban me harxhutës, se duhet për biznes, mi shti apet parët, edhe apet thot së në mledha kur gjo. Ja kjo është bereqeti. E lusim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Allah t'u jap bereqet pasurive tona, t'u jap bereqet shtëpive tona, t'u jap bereqet lidhjeve tona, t'u jap bereqet evladëve tonë. E lusim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu ja mos na bën që të jetojmë vetëm për numra, po të jetojmë për atë çka është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Lusim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala të ndihmon besimtarëve kudo që janë. E lusim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Allahu subhanahu wa taala të ndihmon besimtarët në lindje dhe perëndim, sidomos ata vëllezër musliman dhe ata jetima dhe ata pleqë dhe plaka, të cilat janë në vështirësi. Allahu të ndihmon, Allahu ti përkra. E lusim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Zoti i Madh xhelel xhelaluhu ti ban prej atyre të cilët nga dhënjejnë në çdo betejë. E lusim Allahun subhanahu wa taala që dorën zullumçare, dorën agresore Allahu ta paralizon. E lusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti i xhelel xhelalu na mundson që të jetojmë si musliman, të zhvillohemi si musliman dhe amanetin e fundit t'ia dorëzojmë Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم في يوم الجمعة أن تنصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم كن معهم، اللهم انزل عليهم من رحماتك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالظلمة، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين يا رب العالمين. اللهم اضرب المجرمين بالمجرمين يا رب العالمين، وسلم المسلمين المؤمنين غانمين يا سالمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.